E parë më thonë, kur ka nisa me zbrit Kurani, është kompletu mënës 23 vjetëve, apo? S'ka pas mushaf, sepse s'ka qenë mushafi. Sigur që e kemi ne tash. Se 23 vjetë ka zbrit Kurani, nga dal, 23 vjetë. E pastaj është tubu. Në kohën e Ebu Bekrit, është tubu. Kohën e Ebu Bekrit edhe u ka boni mushaf. Pastaj në kohën e Othmanit, janë bon 5. Edhe janë shpërndar që e përmend atit Othmanin, si ka ardhe e fitnja. Kur e ka bon Kuranin prej një 5, atëre kanë thonë njerëzit që e kanë ndru Kuranin. E kanë shkrujt në për lëkvore, në për lëkurat kafshve, e kanë shkrujt ajetet edhe në për gur. Të më thonë atëher i kanë ditë ata se me shkrujt një jetu dhe jetë më me 1000 vjetë, se ato e kanë bon plan me shkrujt edhe me met, jo më fshin e isër. Kur e kanë shkrujt në gur, që sot e kësaj dite ti gur, mundesh me gjetë para 1000 vetë, 1500 vetëve shkrime, ose hieroglife e kështë më rafë. Dhe më thonë se i përket, Ebu Bekri, i parin që ka urdhnu me ka të bu Kuranin këtë. Pse e ka të se me një, në kohën e Ebu Bekrit, me një luft, kanë ra shehida 70 hafizat Kuranit, kanë vdek. Kanë ra luft, kanë shku me luftu, në gjihad kanë vdek. Edhe atër Ebu Bekri, thot, ndoshta vdesin një dit krejt njerëzit që e din për menqë edhe jetë Kurani e s'kundu ka friku, edhe pse e s'ka pas mundësi me ndodhë, mirë po që tash, sebeb për mu bo mushafi, edhe ka marrë kita jetët që janë konë shkrujt me në për gure, në për lëkura, edhe ka i kanë pas shkrujt me i kanë bo me një liber që quhet mushaf. Allah i shpërblef. Qëka që di ju, në ma shumë nuk di. Faleminderit.